e cila ndoshta nuk po kalon momentet më të mira edhe pas asaj ngjarjes me voleybollistën braziliane. Me voleybollistën braziliane, duke si ka psuar një shok psikologjik edhe realisht në situata të tilla ajo ishte shok psikologjik për gjithë komunitetin e voleybollit, jo vetëm për ekipin e Dinamos. Po më lësh të shtoj diçka këtu, duke komunikuar me drejtuesit e klubit Dinamos, kam mësuar që Nayara, vajza braziliane, është larguar për momentin nga Shqipëria dhe nuk e di nëse do të kthehet më, por është shumë e pakënaqur me gjithçka çfarë ndodhi këtu. Nuk dëshiron, më kanë komunikuar nga klubi, që të vazhdojë më karrierën e saj në Shqipëri dhe ndoshta do të largohet përfundimisht. Situata, por është një temë të cilën ndoshta do ta trajtojmë edhe më gjerë në vijim. Personale, por që sigurisht të luajë. Ka kushtëzuar skuadrën e Dinamos në rezultate. Pa diskutim sepse ishte një lojtare tek lojtaret kryesore të ekipit të Dinamos, të paktën në disa ndeshje, të paktën se ajo arriti vetëm 6 ndeshje të luante në javën e 6, domethënë nuk e vazhdoi më ecurinë e saj, të paktën te 3-4 ndeshjet me ato çka kemi parë në statistika ka qenë tek lojtaret kryesore me 15-18 pikë.